Okej, do kthehemi pas pak. Okej, bëm një pauzë të vogël gjatë regjistrimit për të bërë ca zhvendosje në studio. Ju nuk e kuptua sepse ne rregulluam këtë gjë në montazh, por sepse historia e tretë do tregohet, do trëfet nga Hatixha, e cila ka ardhur sot këtu bashkë me djalin e saj, Regjin, që është i spektrit të autizmit. Regji ka ndenjur gjatë gjithë kohës që ne po regjistronim, ka ndenjur në përvil, është kënaqur shumë. I pëlqen shumë muzika, ka shijuar sepse dhe andale ka një energji, janë ngjyrat, janë tash shumë i lumtur që është tu apo jo. I duket vetja vip. Si e kupton ti? Shif e shkëlqim në syre. Shif dhe ku po shef aty po shef te kamrat. Ai ka qef, e ka që i vogël, që kur kemi çuar te Trian Hysi ka qenë emisioni Oktapod. E mbrapa ka hyj qef ajo të emisionet televizive, gjërat. I pëlqen shumë të dalë. Shumë, shumë. Sa vjeç është Regji? 17 i bën janar. 17. Edhe shumë king. Janë të bukur këta. Të gjithë fëmijët me autizëm ti shif kanë një bukuri të veçantë. Jo vetë djalin, po janë të gjithë, ja vesh mendën të gjithë kanë një bukuri, i kanë ca veçori që të bëjnë për vete. Edhe nga paraqitja, nga mënyra se si qeshin. Ati që ne edhe para se të ndërkohë që po përgatisnim studiot, bashkë me Jonën vumre energjinë tënde të jashtëzakonshme. Dhe jo vetëm një energji që e të folurit, por edhe energji ke një pozitivitet, më thënë, një forcë të buron dhe duke menduar që ti je gruajve. Po. Dhe ke 7 fëmijë. Dhe je se je nga Tropoja me origjinë. Tropojane, po. Ka marrë që 21 vjeçë këtu në Tiranë. 21 vjeç, je burnesh. Kalamajt kanë bërë gjithë këto. Edhe kur të kesh për qa, mos qaj se së ndimon e qara, qesh. Mendo se jeta vazhdon, mendo se do dalësh. Dhe atë fëmijë që ta ka dhënë Zoti ta ka dhënë në risk. Ti ke fëmijën e parë ke 30 vjeç, dhe Regji erdhi i fundit. Kur e morë vesh për situatën e Regjit? Në drejtën djalim fliste, moshën 7 muajsh e mrapa, bab i thoshte të sakta se fëmijët e mi kanë fol shpejt, të gjithë. Që të 7-6 muaj e mrapa. Duken që janë fëmijët e tu. Kanë fol shpejt, kanë hecë shpejt. Regji fliste, babi fliste gjithë kalamajt në emra, jo me emrat plot Kea, Lulia Gocës, Eri Vajzës, gjithë. Babi erdhi, babi me tol. Pra një proces normal. Gëzonte, po, si ishte normal. Po, thamë të beja vaksinën, ishte gjëna gripale ashtyna, dhe në moshën 17-18 muajsh. Po nuk e mendoja kur që prej vaksinës vinte, kisha gjuhë që fëmijët po linen me autizëm, po shtonë se kisha 2 në lagje. Dhe kur i shifja thosha si s'kujteset nëna për ta, se kisha provuar akoma dhimbje vetë. Edhe kur ja bëra vaksinën, javën e parë, ja riktheva pampersin. Filloi të lënë gjitha ushqimet, hante vesh bukë sheqer. Me njërë mas vaksinës, çfarë vaksina? Ajo e fruthit është, që është 1 vjeç deri në 18 muajsh. Tash shkençërisht mund të thonë se është e vërtet, po shumë nana thonë si unë. Sepse fëmija mund bëhet me autizëm kur flet. Thonë autizmi lind vonë. Vërtet mund lindin vonë, mund t'i shfaqin. Po kur fëmija flet rrjedhshëm, fillon të hec, reagon ndaj çdo zhurme. Dhe ç'a ndodhi pastaj mbas vaksinës? U kthy komplet, s'fliste fare. As i fjalë se imitonte. As i gjë. Dhe akoma nuk flet. Flet tash, ka i fjalë, domethënë që e kam detyron kur do buk thot ha buk. Kur do të dali mërzit të thot xhiro anan. Sa i tha yes, se dëgjova që tha yes. Po, anglisht flet ai. Flet anglisht. Po, se në kompjuter mësoj gjithë alfabetin, mbile kur ka qenë klas 3, erdhi zysha anglisht, i tha fëmijëve të mësoni alfabetin. Hajde Regji, tha uç Regji, apo A, B, C, D, gjitha me radhë ka ngel gjithë kalamajt ku mësoj kë. Alfabetin shqip e anglisht e ka mësuar me kohë. Çdo gjë që ka mësuar, e ka mësuar fal asaj që i ka pëlqyer. Tani, dua të kaloj pak se ky program në fakt i dedikohet kujtestarës. Është program që dedikohet në rastin të nënës, njeriu. Më dha mundësia të them faleminderit që po jepni mundësi që ne të flasim, tolerasim, qeshim se gjitha në këtë kushte që jam unë, du t'i bëj gjitha, toleras, të mbërtas, të qaj, se janë pjesë e jetës që janë rreth meje. Ti, kur ngeleve pastaj mbas lindjes së Regjit? Regji ka qenë 4 vjeç. Dhe ç'a ndodhi me bashortin? Se bashorti vdiq, pothuajse ndërtimi, ishim te tregu dhe janë prap në zemër. Direkt, pas një lloj paralajmërimi. Asgjë, nuk e di as vetë si se kam përjetuar sepse të ke 7 kalamaj. Edhe ndrimi i sistemit që u bë i njëra parti dhe tjetra parti që unë jam me partit me asnjërin. Më ndikoi shumë. Ishte shokuese, besoj që të Ishte shokuese se s'kisha ndihmë nga askush. Nuk u mora asnjë lloj asistencë, asnjë lloj pensioni, asnjë gjë. Edhe invaliditeti që mora për këtë hera parë që
u aprovu mas gjithë atyre dokumentave, gjëra burokratike, nuk e mora deri në janar. Me dolin qershor kam marrë në janar. E lëm pak më jam pjesë shqiptare të administratës, por doja të dija për përjetimin tënd. Vajza ishte në gjimnaz. Provimin e parë e shoqëriati. Provimin e dytë kishte 2 ditë që kishte fut jatin në varr. Dhe e ka përjetuar shumë keq. Sa ne me gocën kemi qenë dhe jemi gjithmonë si shoqë. Zihemi si shoqë, harrojmë me cilën se ti ke 7 fëmijë, më të madhen. Dhe më ka bërë përshtypje, mbështetja e parë dhe fundi që më është dhënë nga ajo shkollë. Kur ka marrë drejtoresha në telefon, më ka marrë, e di tha që ke një fatkeqësi të madhe. A mund të vish? Kur kam shkuar aty më ka thonë, goca ka maturën. Marrë me maturë se është diçka që mat, diçka kujtimi përjetshëm. E di tha që është e vështirë, tha, se s'ke një javë që ke fut burrin 18, tha, po dole është. Unë jam mush me lot, se lek s'kisha herë. Lekët e pagujon, tha drejtoresha. Mësusja tha që unë, postanët e mi tha cilë donë të zgjedhin. Paru këri, tha një mësuse tjetër. Ai është gjesti ma fisnik që unë s'kam për ta rokur. Pastaj ishte Regji që do të kujdesje speciale. Si po e menaxhoj atë humore time? Kam menaxhuar dot të Regjin sepse ishte gjëna thash ekonomike zero. Për çdo më thënë se ke menaxhuar dot. Se menaxhosha sepse menaxheshin fëmijët, merreshin fëmijët me të. Unë nuk isha kohë. Çfarë bëje ti? Me përshqata. Të çoja dokumente. Nga një herë bile më mend me atë tërsysh të tip fiktu, në çantën time kanë gjetur certifikata vdekje familjare. Asi që tjetër, dhe më thanë, nuk ç'ne, thash po shkoja në shoqat sepse du të shkoja të bëja dokumentet merrja lek për 3 fëmijë. Se s'kisha mundësi tjetër. Ti nuk punoja? Nuk punoja se kisha kisha fëmijë që du t'i çoja në shkollë, se kam qenë kërkuesër për shkollën. Kam qenë kërkuesër, mësoja mësimet vetë, çosha amtes meset, jo shpjegoja fëmijëve edhe një herë që shkëlqeshin. Kështu që fëmijët u morën me Regjin. Morën me Regjin, që isha në kopsht, kërkojshin 5000 lekë ditën. Dhe më thoshin mos i thuaj që është me autizëm, se po që me autizëm na ikin fëmijët. Thuj ka ardhur nga Italia dhe nuk di të flasë shqip. Bulizimi ishte në kolëm. Bulizoni Regjin? Shumë, ma shumë mo. Sepse ky nuk e kuptonte, ky është mirë në botën e vet, në botën nuk e kupton ato. Po nevoja, një herë kam hyrë në autobus, më ka thënë shoferi autobusit zbrit. Pse? Zbrit, çante ky. Zbrit më shqetësove, nuk të duroj dot. Më the pak më parë që kur shije gra me fëmijë autik thoje, po këto pse nuk kujdese për fëmijët. Sepse kur i shija se menaxhonin dot nuk i kisha provuar. Po ti ndjerë gjykuar në shumë si në një shembull një rast që të unë jam me qira në pallat aty ku jam dhe ma kanë sill disa herë policinë se Regji kur nuk arrin të bëj atë është kërkues me vetën e vet, nuk arrin të bëj muzikën që don, gjërat që don qan. Ata më ndeshën se e rrifsha. Dhe kur erdhi policia ku i përqafoi policin. Tha na kanë lajmëruar thash nuk e di arsyen, ky është fëmijë me autizëm, po jeni na thanë që ke fëmijë dhe po i rraf. Nuk di çfarë të thosha. 2-3 herë ma kanë. Ai momenti që ke humbur bashortin, se edhe humbja pas ka qenë as e paralajmëruar, ka qenë një humbje papritur, që ke humbur bashortin. Ishim bashkë në motor, shkuam, zbritëm për të marrë një pompë, vdiq aty, domethënë aty kapi infrakti dhe suboma. Aty e kapi. Ndërkohë te 7 fëmijë, ndërkohë pa punë, ndërkohë një Regji donte kujdesje speciale. Një blokadë madhe edhe aty ndihmave, pak ndihma që mesha në shtet, jo asistencë sociale, jo invaliditeti, edhe rroga e burrit iku. Çfarë ta mbajti kokën ato kohë? Fëmijët ajo, domethënë mblidheshim darku, tregoja prralla. Bëjshim si tip teatri me fëmijët e vegjël që i kisha. Pastaj kur punoj goca na e solli ca lek rrogën e parë, fillom të ndërtoj shtëpinë të rregullu, hoqëm ca vund dyrtja, i prajm shtëpi edhe do bëjmë këtë, do bëjmë atë, do bëjmë këtu divanat, fillom ato. E gjeja mënyrën që ta menaxhoja. Se nuk doja smejt se vajza e vogël që ishte këtu, disa herë ka kaluar, thoshte do mys veten se si të do të pa babin. Ai vogël. Ka po kjo që ishte, e ka përjetuar shumë. A do të thënë donte ajo. Do t'i menaxhoja fëmijët, ky si ishte asgjë për atëherë, do t'i menaxhoja sepse adoleshenca për vete. Shoqëria varet si ndikon te fëmia, varet çfarë shoqëri zgjet fëmia, çfarë i pëlqen. Ishin shumë gjëra. Do të thosha gjithmonë doja dal. Nuk e kam menduar kur të keqen. Tash në fillim the që kalamaj të kujdesën për Regjin. Po, sidomos këto 2 voglat. Jam kujdes shumë, flinin me të, tregojshin prralla, bëjshin fotografi se ky vdiste për të bërë fotografi. Çanta ku bëj ke foto, e linte të qartë dhe vazhdon të pastaj. Pasi bën të foto, i ka qef fotot kë. Kur fillove pastaj ti që të përkushtoheshe? U bë 6 vjeç dhe ta fusja në shkollë. Nuk më pranon. Aty te në shkollë, një te shkollë. Mosinë Kokolar aty Zakonshme. Po, se më thanë mua ato doktoreshat, psikologët, ku kam shumë kanë thënë ky bëhet. Ky fëmijë mund shkruajnë, mund të lexojnë. Dhe vërtet shkruan dhe lexojnë. Të thanë ato që merr me terapi për autizmin, po. Më thanë që bëhet se pa ta çuan kopsht, një kopsht me 150.000 lekë në atë kohë. Vetëm se po përmend gjithmonë buxhetin, sepse po patë nga një lekun të ndihmon. Po, patjetër. Dhe mua më ka ndihmu në këtë arsye sepse aty hoqi pampersin
Dhe aty fillon të bënte ato gremshat e parë se bën para abetares. Edhe ato këngët që kishëm mësuar qysh 6 muaj që qingji vogël këto filloi ti këndoj prap. I pëlqeshin sa gjëra dhe thash ky në shkollë bëhet. E kam fut në klasë parë, kam punuar me fëmijët. I kam bë fëmijët miq mas parë, jam vonë me keshë fëmijëve që ta Ke punuar, ke shkuar ti në Kopësht, ke punuar me edhe me fëmijët po, edhe në shkollë, edhe në klasë parë, rri aty ul. Pra ti ke krijuar në një lloj mënyre, ta kuptojmë jona, Jam bosi ka nën krijuar për mjedisin, Po. I ka përgatitur ato që të jetë hyrja sa më e lehtë e Po, çunit. edhe te Byti Muço, që e çova, edhe aty fëmijët lën kokën për Regjin. Lën kokën, e mbrojnë kur vinë mësues të ri thon, e di me çka ka Regji, mos u shqetëso ti se ne të ndihmojmë. Janë të gatshëm gjithë të rinë me Regjin, ta shoqërinë Regjin të nuk e aprishin. Edhe kur vërtet nga një Regji në klasë nuk i punon telefoni kështu, i thot mësuesit ndihmës, mos u shqetëso. Regji këtë ka. Një fjalë ata fëmijë, sidomos që janë që nga klasa e 3 të Byti Muço deri tani, ata fëmijë kanë qenë një familje. Byti Muço është me nevoja speciale për Po, fëmijët me ka shumë fëmijë, se nuk është për nevoja speciale, është një shkollë komunitare, po ka mbi 35 fëmijë me autizëm. Tani më fol pak për Regjin, sepse edhe këto spektrat janë pak Regji është fëmijë hiperaktiv. Në fillim Si- se nuk si e quhet nuk kjo? e hiperaktiv. hiperaktiv, okay. Hiperaktiv. Po. Në fillim u diagnostikua me autizëm fëminor. Prandaj thoshan ky Që do thotë që ta kuptojnë njerëzit që nuk e është dinë. autizëm fëminor, do thotë që mund të kaloj. Okay. Nuk është i përjetshëm. Fëminor do të thonë diçka që vjen nga fëmiria. Nuk është se ka dhe kështu që përkeqësohet niveli, të thonë, Po, ishte rasti që edhe unë e zbutet. mora domethënë si me sportivitet. Autizëm fëminor do heci. Pa të Ishte shpresë, ajo. në Po shpresë, është një dritë që mund ta mendosh në fund tunelit, dritë jeshile. Ky ishte një fëmijë që nuk fliste. Dilte në rrugë dhe kisha frikë ta nxirra në rrugë se mos u mbis një dyra më ka humb. Shpute nga dora me kokë me trujna gjente qilqurina, kanaçe, gjëra të ndryshme që ky i donte patjetër. I koleksiononte. Po, edhe bënte reklama, bënte video, gjëra. Hapte kanale YouTube, ka 20 kanale YouTube ky dej se e kanë blloku YouTube. Po, i hap vet. Facebookun e ka vetëm, po për dortimin. Edhe këtu është kanal shumë i madh YouTube këtu Regji. Quhet Andale. Ë? Të dhere në YouTube Ja jemi të shohim gjithkohës. vetën e ku ta shohim vetën tash do jetë i pari njëri që do u shohim më shumë. We love YouTube, we love YouTube. Me love YouTube për të të në pëtë të se të sve, e do ju të 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 të. E kupton? Edhe, po, e kupton kjo që ne po flasim për ta një herë. Po jo ke krijuar gjuhën, e kupton gjuhën e vet? Ja kuptoj gjuhën se sa kuptoj. Shiko, është një lidhje mes nanës e fëmijës. Është një edhe ti që je normal thua nana ime. Po ky që ka nevojë më shumë, ne jemi të lidhur bashkë. Kur smurt nuk di të më thotë jam smur. Vjen afër meje, shtrihet edhe kokën për rindim. Edhe ma kap dorën ku i dhem, edhe dorën aty ku i dhem. Do të Regji nuk flet, por ndërkohë se është me video, merret me gjëra, ka interesat e veta. Po. Absolutisht, dhe diçka shumë të bukur që më pëlqeu ishte që ai komunikon me piano. Po. Dhe pastaj pak historinë Vjen pianos kështu. që iku një herë nga shtëpia Po, dhe e gjithë në shtëpi thuj, dhe po i binte bile e kam video në Facebook i thënë po si mësoi pianon. Këta janë aftësitë. këta e kanë aftësitë. Po. Ka dhe shkencëtar që kanë qenë me element autizmi që kanë Absolutisht, po. pavarësisht se këta quhen me ndryshe. Asperger, autizëm, Këta janë po. ndryshe, nuk futen as të papambeturit, as të me probleme mendore të rënda. Këta janë Quhen ndryshe dhe neurodivergent. gjërat i don ndryshe. Ky jemi i don ndryshe gjërat. Të ushqyren, të veshën, çdo gjë do të vetën. Nuk ka qef gjatë ditës prej kush. Sidomos te telefoni te karrikust, ai të Po vret. shkojmë çik te historia e pianos, se më pëlqeu shumë. Te pianoja. Un kam një mik timin. Edhe më thaja bëndura thani piano. Edhe aty fillum duke rënë. Kisha përpara se të binte pianos, si fillon të binte pianos, unë njofa me Gjojakën. Dhe ajo, Gjojnë, po. dhe ajo mendoi të bënte një spektakël të për fëmijët e spektrit autik, i mlodhi gjithë, doli super spektakël. Edhe futi dhe Regjin. Por Regjin nuk e futën të binte piano sepse këta nuk komandohen. Bëjnë ato që unë ndjen. E futëm të este parat, masa koja qoj video në Gjojdi, them, të pëlqen, ua, tha mrekulli, tha do bëri në fest, tha do ta fos Regjin, tha do vish bësh edhe kurse, unë herë shkoja se larg, unë kam shpinë kombinate, ajo ka këtu, dhe kam i qik larg, edhe puna autobusave se ky lodhet, se këta fëmijë lodhen shpejt. Dhe që aty filloj, e shifte dhe donte të bënte se bën montazhe të ndryshme, e fut muzikën, he kokën e Fatmir Beçant e vet Noizit.
Po, këto i ka. Fatmira Beçan duke këndu me këngë rap. Bën mikse. Fatmirën e ka idhull. E ka idhull dhe gjithmonë i lidhet me pianon. Ai di sa marrin muzikën, që ta bëjnë te videat, te montazhet që ka, nuk flen gjumë. Nuk flen gjumë, është kërkues për ato që punon. Është punëtor. Ato gjatë vetë shumë punëtor, shumë kërkues. Ka ambicie, do ta bëj se s'bën dhe do ta shpërndaj. Jo çu gjithë, unë bëra këtë video dhe jo çu gjithëve. Edhe te Facebooku ime, te Facebooku i vetë në TikTok e kudo. Kudo e ka kështu ky, do ta shpërndaj tu thotë gjithë unë e marrova. Ka dhe TikTok, do Instagram që ta. Po, të gjitha i ka. Po jam menaxhon. E ka një 5-6 më shef tas veçës. Si gjithë adoleshentët e tjerë. Po, ky është adoleshent në gjitha drejtat e veta, me çdo gjë si të gjitha adoleshentët. Këndon ndonjë këngë të Regjit të Fatmira Beçanit? Can you sing anything? Noizen, duhet të tatë. Noizin. Vetëm Noizin se sa kemi taku dot. Noizin. E kemi Noizin, kërku, atë kemi kërkoj. kohë që e kërkojmë. Ka qenë ndoshta i zë me koncerte me këto, po do ta takosh patjetër. Njeriu kur do të bëj mirë gjen kohën. Po, shikon, Noizi është djalë i mirë, më beson. Ndoshta ka qelluar që se nuk duam të Çdo këngëtari që ka kënduar Fatmira Beçanin më shpërgjigj. Ka gjetë momentin, ka qenë duhet unë në Itali Godi, ose Arjan Agushi ndryshe, dhe më ka thënë po do kaloj ta takoj çonin. Ky nuk don, ky don krijohet emocion. Can you sing Noizi? Can you sing anything from Noizi? Arëç? Do në Noizen? Do të takosh Noizin? Noizen. I flet fjalë nga një pa kuptim, po do mundohet të shprehet. Do këndosh këngën e Noizit? Ne këndosh do në Noizen? Yes? Yes, okay. It's okay. Kur ta ndej, whenever you feel. Po i flas anglisht me që se Me anglishtën është mirë, edhe me italishtën mirë është, sepse i ka ca personazhe, ka ca revista që me nxi kemi siguru, që nuk janë as në treg, me nxi kemi siguru se ky i don. kam një pyetje. Kur u përballe me faktin që djali është i spektrit autizmit, si ishte përballja jote e parë? Se ka shumë që kalojnë në atë fazën e mospranimit. Jo, nuk ka lidhje mos pranimi. Edhe i bashkëshorti, ndërkohë se bashkëshorti Jo, bashkëshorti nuk donte, e kam bëm shef tas vizitën, sepse e pash se diçka nuk shkonte djali. Bashkëshorti im iku për tropoj dhe u shkova te distrofiku, aty ku ka qenë distrofiku dhe shef tas, sepse nuk e pranonte. Ne i thoshte kemi 6 kalamaj të tjerë, janë mashallah flasin, ky ka do dal. Ku do dal? Sepse në atë kohë autik qushim vëdallej. Ta themi atë që është. Pa. 80% e popullsisë shqiptare që si ishim të informum, këta fëmijë që ishin ka bë diçka nëna ati që ka lind ky fëmijë. Ka mallkim nga Zoti. Kush e di çfarë gjunash ka bë? Kështu konceptoheshin atë kohë. Edhe kam thënë, më ka thënë doktoresha, më vjen keq, djali yt është me autizëm zero, autizëm fëminor. Me thënë drejtën në moment nuk u mërzita. E qyta si diçka se janë, thosha ajo djalim do heci. Se gjithmonë i kam qytë sa gjëra do heci dhe ja dal. Po duke para atë mënyrën se s'hante ti dëgjon është bukë sheqer, më shqetësonte. As qumsht, as kos, as lloj gjelle nuk e fuste ngoj. Prap kemi punu ai shumë gota të tjerë që byshin ato spektaklet, se fëmijët i kanë qef gjithë këndojnë, edhe gjithë këndojnë nga çik, këndojshin me Regjin, gjejshin muzikën që kishte qef Regji. Po Terapist kur kam çu për telefonit kur më ka vdekim shoq, ma qelloj nuk ka rëndësi t'ja the memin dhe i ngelen këtu. Rana shplaks, shaja të gishtave. Nuk e pranoj të. Po, atje në kombinat nuk ma pranoj. Më fal sekondë se ti ke ritmin tamam sikur ke punuar televizion të rjetën, po duhet që të kuptojnë njerëzit të qelloj. E qelloj këtë, sepse djali im shtrije për tokë. Qante, ulërinte, sepse autizëm fëminor. Ishte 4 vjeç i gjys dhe se kam çuar më. Thashë nuk e çem në terapi. Sepse ky u qellu dhe nuk ishte njëjta çon. Si është normale kjo Jona të qelloj? Ajo nuk e pranoj. Jo tha, po ato shehat këtu nga erdhën. Në faqe. Duke menduar që terapisti punon dhe me fëmijë tjerë, është mësuar me pjesën që fëmijët mësuar me pjesën, po nganjëherë e bërtitura dhe ulëritëra e tij të nxjerr nga vetvetja. Pavarësisht se nuk lejohet. Po është e patolerueshme. Edhe sikur të ishte fëmijë normal, nuk është e patolerueshme, po ndodhi dhe nuk e kam shumë. Dyshove që mund të isha përsëritur? Jo, nuk e lash. Pse nuk e qellon më pikërisht pse jo të gjithë qellojnë, ka dhe terapist. Shiko, ka terapist, po djali im deri 6 vjeç do të ishte aty, pastaj do të ndrojë në një vend tjetër. Se gjëna ime kur ndishim shoq ishte katastrofike. Në çdo drejtim. Dhe me keqja ishte se mos mua thua askush ndim. Më thot motra për shembull, Xhaja, Konati, motra e burrit, askush. Sikur se ekzistova për ta. Për 9 vite, sikur s'kam ekzistuar për ta fare. Dhe isha vetëm nga të dy familjet, as nga bashkëtetje, nga askush. Pse? Nuk e di. Ndoshta Afrika se vjen tigja rreth na. Na vjen na bëhet barr.
Tash i gjithë banë me mu, ti gje doli, shkolloj fëmijë, ti martoj, u boj gjyshe. Po tash kam ngel të bëj rolin e aktores. Më fali ndërpreve marrëdhëniet 9 vjet me Nuk i ndërpreva, po u largun. S'kisha numër telefoni tyre, s'kisha asgjë fare komunikim me as asnjë. bashkëshortin, as gjë, vetëm kalamajt e tua. Vesh kalamajt e mi. Edhe Vesh para. me fëmijët e mi. Edhe ndihma të shoqatave. Po ndihma të shoqatave, pastaj asistenca 1-2 vjet më hoqën edhe asistencën. Kisha këtë 210.000 lekë ma ulën kujdestarin, sepse kur bë komision e thash djali shkon banjo vet. Edhe ata ma hoqën. Ma lanë nga 110 që kishte kjo 110 ma çun 85. Ça? Do të thonë, janë gjëra që ta themi atë që është e bardha mi të zezë, zeza mi të bardhë. Më kanë ndihmu shoqatat, fëmijët mi kanë rritë shoqatat, mirëqenien e fëmijëve të mi që s'u ka mungu gjë, është fal atyre. Që më kanë ardhur të shtëpia, nuk kam pas nevojë të shkoj, më kanë ardhur të shtëpia, më kanë sjell çka kam pas nevojë. Me batanie. Cilat shoqata kam dëshirë të thuash emra, se jo edhe e historia Katarit, e Relievit, e Alsarit, është një Don Bosco, është mirësia të Coca-Cola që tani të gjitha mu për vete, edhe më kanë bërë tolerancë për punë djalit, se më kanë thënë sili dokumentat, vesh na e çon WhatsApp. Bravo. E kanë kuptu. Sidomos kur ka qenë periudha që ishte pandemia, më kanë ardhur të shtëpia. Ka thënë çka ke nevojë. Fëmijët u morën me djalin dhe pastaj kalove ti u morën me. Janë ndier fëmijët për shembull në këtë pjesë, sidomos fëmijët më të vegjël janë ndjen si të përjashtuar apo si kanë zgjitur ato problemet e tyre. Ata mendojnë se ja bëra nga inati, sepse fillon adoleshencën. Edhe adoleshenca edhe unë e pash se ata edhe vetë u spostuni çik. Shoqëria, këto gjërat duke u rritur. Normale. Dhe më thoshin ti na dënon, nuk na lë regjin. Dali me ne. Po ta harrosh nganjëherë. E qyshin si ndëshkim që ja u bëra. Biles edhe sot na përmend, ti gjithmonë na ke ndëshkuar me regjin, s'na ke lënë regjin. Po unë doja të mirasha vetë personalisht sepse i vura gjatën fije. Lek në shoqata. Ato më fal atë për ta kuptuar. Ata nuk është se janë ndier të përjashtuar nga kujdesi. Jo, absolutisht. Dhe ja ku të qartë. Ju do rriti, do kryeni familje, do keni fëmijë tuaj, do keni ku merrni dashuri. Unë ndoshta s'po jep atë që duhet, sepse keni një vëlla që ka nevojë më shumë se ju për të. Kam folë dhe kanë kuptuar se ata bile më thonë ti faleminderit që s'na bën qaf, se unë udhtoj me të, i blej gjëra. Edhe kur është smur, shumë kur është smur keq kam nevojë që s'ja dal vetë kërkoj ndihmë, sepse gjithsesi cili ka jetën e vet. E ke respektuar këtë gjë. E kam respektuar, po si se kam respektuar, vajza ime ka djalin tani, ka djalin e vogël. S'ka kohë të merret me të, se vjen i kohë gjithë krijon familje. Edhe vllain që do shumë e rrit vetë, që kam rrit vetë, thosha unë mi vllain zvëkën, po kush pra fëmijët mi zve asgjë. Sa është pjesë e shpirtit. Sa ku kalon me regjin? Gjithë ditën. Vetëm një gjë që na dan bashkë është gjumi. Nuk shkon në punë. Jo. S'shkon në punë. Do doja ti shampon sepse në punë njeriu Po. ka tjetër, çfarë do lloj pune tjetër, ka komunikim, Po ka pse nuk ke shkuar? Sepse deri von kam met me djalin klasë herë, te shkolla. Rrinë në klasë. Gati për shkollë, po pastaj Po pse rrihen në klasë? Se e kuptuam në kopësh, po më vonë pse rrihen edhe në shkollë? Në shkollë sepse s'rrinte ky pamë. Sepse nuk arrin të kujdesen, s'kishte mësuese të specializuar për të. Ishte mësuese gjuhe, ishte mësuese gjeografie, ishte mësuese ish drejtoresh që kanë qenë nga rrethet ka në Tiranë kanë futur mësuese ndihmëse. Vetëm ti rri aty apo dhe prindërit të tjerë? Edhe çamon. Vetëm ti. Sepse mora li nga ministria. E vetëm gjë e mirë që kam pa këtij shteti është mësuesja ndihmëse se 4 vjet që kemi nga 3 orë dhe më kanë lejuar të hyj në shkollë. Unë në shkollë jam bërë si pjesë e ekipit. Apo mësuesja dhe terapistja çu Mësuesja, ndihmëse Full-time. unë dhe mësuesja që jep të orën e mësimit. Bile nga një harroja që edhe durën ta them unë, se isha me fëmijët. Do aty kam të them të drejtën, kam bërë një si shkollë. regji të vjen për të qeshur se. Kam bërë një shkollë të dytë, po. Dhe gjithmonë lidhja duhet këshillën që jam me momentin kur shpjegon të mësimin ose mësuesja. U bëra fëmijë. Jetova një adoleshent, një fëmijëri të dytë, falti. Do të them diçka tjetër që më bëri përshtypje se ti shkollën e ke fiksim, ti shkollën se ke bërë vet, edhe një kohë kur si në punë, domethënë është ajo. Ne kam marrë të mesmen. Po, e ke marruar të mesme, po jo biseda që po bënin paraprakisht para se të hynim në studio, ti dukesh e vërtet si terapiste, po flisi për Freudin, po flisi për libra. Lexoj shumë. Pra ti paralelisht e marrë me kujdesin ndaj vetes, në lloj mënyre. Për nga ana psikologjike unë kujdesem shumë për veten. Çfarë bën? Që kjo të jetë edhe për të tjerët që e dëgjojnë që. Çfarë bëj? Për shembull, shoh një film. Ne me gjithë hadin ato të izeta të filmi aksion se ne ulemi bashk. Nga një shohim edhe ndeshje ku janë ato penalltit. E përjetojmë të 2 gol, njëri gol tjetri, mos. Me kë është regji, me çfarë ekipi? Nuk ka skuadrat preferuar, veç e di që të bëhet gol dhe ulrima golit, gol ai golon, ose kur dalim balkon bëjnë gol se ka lokale, gol edhe ne. E para, e dyta thas një shoqe. Them flas. Ja fus politikës, ja fus për shkollën, në gjitha e bëj mikse.
që ta harroj hallin që kam. Ka raste lexoj libër. Kështu je në formë, je veshur shumë bukur fustani, domethënë Është edhe duke nuk po e them moshën, por nuk ka lidhje mosha jote me pamjen, duke shumë e re. Shiko, nganjëherë hallet të bëjnë më të fortë. Se për shembull, një që është mësuar të bëhet luksoze, po të bëhet intime, ajo edhe në qoftë 20 vjeçë bëhet 50 vjeçë. Unë jam shumë halle. Unë do të kaloj pak tek Jona, por para se kaloj Jona, ndoshta mund ta vazhdosh ti, më bëri përshtypje që thanë krijonin filma, krijonin, domethënë ka shumë imagjinat. Ka shumë imagjinat në këtë histori dhe më pëlqen shumë që ta theksojmë këtë gjën e pjesës se sa ndihmon imagjinata, sa ndihmon. Që kemi prekur një herë po. bashk, po edhe është vetë personi që ka cilësi që i tërheq ato që mjedisi ofron, se secili ndoshta ka pas dhe njerëz të tjerë dhe shoqet të tjera tuat aty që nuk i kanë kapur këto. Jo, nuk janë të nivelit tim, janë ndoshta edhe më lart, por nuk kanë atë vizionin tim për jetën siç e kam unë. Unë du një njeri, një shoqe, s'kam shoqe të ngushtë. E du një shoqe si vetë. Por është mënyra se si ti përthith gjërat e jashtme, mundësitë që shikon, ato gjërat e vogla që tjerët i kanë, po ndoshta nuk i shikojnë, nuk i përjetojnë. Ato gjërat e vogla bëjnë mrekullim rapa. Po më pëlqen edhe fakti që e ka lexuar shumë mirë djalin e vet. Që e lexon, e kupton. Po jam nën, ti nuk e kupton, ti je nën. Fjala nën. Po jo ka nën që mund shiko, dhe nënat janë nëna dhe padyshim që nëna është një gjë, po dhe nënat fusin shpesh hallet e tyre ose lodhin e tyre reflektojnë te fëmia ose dorëzimin. Ka faj ky fëmijë, je kështu si edhe kur jam smur, i them Regji, mami është smur, të hash bukë, i bëj bukën gati. I ditë isha shumë keq. Po vërtet s'ka faj, më pëlqeu kjo fjalë. S'ka faj, është i pafajshëm. Dhe nuk mund ta dënoja djalin pa bukën se jam smur. Dhe i thash, mami, ja tosti, ja buka, ja djathi, ja sallami, bëje vet. E kishe bër për smar, bile kishe bërë 2 feta për mua. E gjejmë gjuhën, ne të dy e gjejmë gjuhën. Po the edhe diçka tjetër, që kujdesesh edhe për veten. Pavarësisht hallit që te që më ka rënë. Unë jam një njëri naturale. Këtë make-up ma ka bë goca. Sa ato donë ndjen kanar. Ne jemi si shoqe. Dhe kur hipa në akin thash, o qyqja jam po siklon. Në kuptimin e fjalës, nuk vetëm një gjë që jap vetes të ushqimi. Ushqimin unë e kam fiksim. Që ha mirë. Nuk ha rëndshëm, po ha gjëra të shëndetshme. Se kam hangër që fëmijë, karrotën e kam hangër që fëmijë. Qumshtin me mjaltë kam që fëmijë. Jam rrit me një dietë. Është e rëndësishme që ky është kujdesi më i madh për vetes, kjo dhe gjumi. Sepse dikur kishte rast rrjedha pa ngrënë, se s'kisha kohë. Po si harroja për djalin pastaj. Harroja bukën. Po duke thënë, ora ku vete ti, ku shkon? Ke një fëmijë që ky ka nevojë. Fëmijët e tjerë do rritin, do krijojnë familjen. Ata janë gjithë japin jetën për Regjin, po varet se si krijohet familja, se si bie burri gocës, se si bie nusi çunit, se nuk dihet, se nuk janë gjithë njerëzit njësoj. Mrekullia jote këtu është e para është pozitiviteti yt, është energjia jote e jashtëzakonshme, është dhe mënyra ajo që më pëlqeu dhe besoj dhe Jona bie dakord, mënyra se si ti e trajton dhe flet me çunin tënd. Edhe është 24 orë. Ja, dëgjosh për Regji, mam janë? Shok të kushte. Ne jemi shok të ngushtë, ne ham bashk, ulemi të dy ndrojës bashk, se fëmijët me autizëm përgjithësi han me dorë. Unë kam eliminuar 90%, i rrigati. Përdor lugën, e mush nganjëherë lugën, për shembull kapilaforizë se makaronat me dorë, them jo, dorë ma e këtu, ja ma jon, ha me lugë. I rrigati, sepse këtë fëmijë është i pafajshëm. Unë me gjitha jam nan. Unë ketë nëna, po varet çfarë kushtesh kanë, çfarë mbështetje kanë, sa janë luftarake, sa shkollë kanë, sa shoqëri kanë, kush ka ndiku. Vetëm se është dhe një durim i madh. Durimi është një nga fjalë kyçe. Po ajo është pra durimi një nëne, se thon, ka durim nëne. Ka pasur momente kur këtë do të vësja dhe unë. Po. Për djalë nuk jam dorëzuar, jo, për djalë nuk dorëzohem kurr. Pa ka pasur momente, jo, patjetër që si dorëzohem. Jo, nuk jam vetëm nganjëherë e shoh e them, po kur mos jam, unë e shoh kështu me keqardhje, ndjem fajtore, si ç'a do bëhet me të. Kjo më mundon. Është kjo që mundon çdo njeri. As i gjë tjetër. Nganjëherë mërzitem me të sepse duhet të heci më përpara për shkollën. Ne zihemi për shkollën. Sepse nuk do të shkruaj. Shkruan e lexon shumë mirë. Ato gjëra që doni kërkon i gjen, po nuk do shkruajnë mirë manuale me dorë. I don gjithçka elektronika. Po s'ka gjë më ashtu shkruajmë literaturë të shkruajmë. Ai them merre pjatën vret e vendi. E vend, se kjo është terapia, se nëse i dakord me më pjatën vret e vend e vend. Regji veshi kpucat, ja bëj vesh vet. Ja ku ke çorapet, ja ku ke këto, merr antidirshën për dorë, laju ja vër atje gjatë vendi vet, po ushqimi për shira nuk ka shanse ta fus ta vaj prapë te vendi pe fut lavatriçe. S'bën më një diçka që hedh në tokë ai nuk ka shanse ta përdor më. E do ushqimin do të përgjigje pyetjes sime një sekondë, unë e di që ti do të
Po, Tani, jo, mire ke, po dhe të rete ka e pyetja tek pjesa e durimit, tek pjesa e lodhjes, në rast se ka pasur momenti që vërtet je ndjer. Jam ndjer dhe të thashë njërë, kur ndjem keq unë flej gjumë. Flej gjumë. E shmangë. Shpëtimi im ka qenë gjumi se të lexoj një libër, të thras një shoqe, të diskutoj, të dal bëj pazar, të dejt, e kam gjetë mënyrën të shpëtoj. Kam sa të nafila në balkon dhe nganjëherë ulem dhe flas me ta. Lviz shumë me djalin. Lvizet i bëj, lvizim ku shkoni? Po ne në Turqi kemi qenë 3 herë. Ma kam prej biletën, po për qef. Ma ke prej ti për shembull, ke mundsu udhtimin. Në Antalya, në kështu në verë? Jo, shkojmë me autobus, se kështu i shijon kë. I do me autobus, ky knaqet. Po shkon ato xhamit, ai ndjen një relaks, ndjen veten mes mrekullive. Po. Edhe kur është Ramazani që këndon hoxha, del dritare dhe këndon, e masi këndon ai, e gjen internet dhe gjen 3-4 herë tira. Është i dhënë namaz gjëra fetare. Nuk e shef ai, se din musliman e katolik. E fut në kish, i ndjen vetën rahat. E fut në xhami, i e paqe. I paqe, gjatë fetare të japin paqe. Edhe gjatë simbolike të kombit ton, ky ka qef. Veshjet popullore, flamur, në shtëpi me gjen veshje popullore. Ka detyruar t'ja bëj një lek me shtiza me shqipon, që e vesh shpesh. I ka qef gjatë simbolet e Shqipërisë. Kurse për punën e durimit, durimin më shumë e kam me 18, se 18 janë ndryshe, nuk janë si regji. Edhe me atë nga njëherë humbas se dal jashtë kontrolli, me këtë s'kam dal kurrë. Formula ime që në fillim ka qenë një për të gjithë dhe gjithë për një. Po kjo është fitore. Shkolla mirë do t'ishte. Për vajzat u kam arrit fitore sepse i kam bot pa barëra. Vajzat kam puno. Janë të dyat martume se kanë nevojën burrit vet nga ana ekonomike. Edhe këto 2 të voglat kanë punu dhe kanë shku në shkollë. S'kam dhënë lek. Se ka dhe një që kanë shkuar në shkolla dhe s'kanë qyllosur gjë. Jo, unë i kam thënë, jam në punë qysh 18 vjeç. Ose kur kemi lek në familje, kemi kash lek, them ç'a do bëjmë? Ç'a do blejmë? Do lym shtëpinë, sa lek do fusim për shtëpinë? I fus gjithë. Do rregullojmë se mos u xhami i balkonit, nga kjo stuhia që erdhi kështu furishëm. Edhe gjithë ç'a do fusim? Ç'a do fusësh ti? I fus të investojnë, ka nevojë goca, do bëjmë për gocën. Pra gjithë për një për gjithë. Nuk du me ditur, nuk e lek, s'ke lek, sa do fusësh? S'pyes sa do fusësh? Bravo, ke fituar familje goxhat lidhur. Kam si të them, një reputacion ka shi fëmijët mi, sepse ata janë gati të bëjnë gjithçka veç mos më shohin të mërzitur. Jona, duke dëgjuar, jo, unë po doa vërtet shumë daloj në shumë pika, po ke ecur dhe më ke sjellë një pikë që në fakt e kisha ndërmend të shkoja, që është edhe mënyra se si reagon familja kur ndodhet përballë një personi që duhet ta ndihmojnë, dhe ti the që të gjithë janë aty për një, apo jo. Edhe mënyra se si reagon është pikërisht ajo gjë më e rëndësishme, pavarësisht se sa e vështirë është sëmundja, se sa mundësi dhe burime ka familja, apo se sa e prekshme ose vulnerabël që thuhet ndryshe është kjo familje. Po mënyra si reagon është parë që është një nga gjërat më të rëndësishme. Është diçka që më mungoj modë, nuk të dua të mungoj fëmijëve. Prandaj ne duam të kuptojmë në lëkurën tënde se si është të rrisësh një fëmijë, po përmes teje marrim edhe një ide se si shumë nëna, edhe pse eksperjenca është e ndryshme e përjetojnë. Unë fëmijët e mi si kam kufizu as të besimi fetar, as të zgjidhja shoqërisë. I kam thënë, kjo nuk vlen për ty. Do kuptosh, e kam kuptuar dhe më kanë thënë mami doli fjala jote. I kam lënë të gabojnë, po si kam të lënë mbrapa. Kam përdorur shumë stile dhe stili fundit ka qenë kjo. Ne jemi familje, s'kemi njëri tjetër. Ka vdek baba ju dhe kemi pas se sa shumë na don. Du njëri tjetrin. Kjo ka qenë që kur ka vdekim shoq, kam dalë mas shtëpie se kemi pas një tipo bori, kam thënë, Zoti para ne mrapa. Dhe kjo ka qenë pika ime kryesore ka qenë dhe është derisa vdes fëmijët e mi të jenë kështu. Unë kam një shtëpi të madhe se shumicën e rasteve ngel vesh me 2 kalamajt e maj ka me qira, që kur mblidhen fëmijët mblidhen gjithë. Dhe ke qef ti shofësh nga njerëz ke ku flet. Kam 7 kalamajt, kam 2 dhëndrat, kam nusën e djalit, u bëna me nip, me mbesë. Ndjesh realizuar me sa duket, ndjesh shumë e mbushur. Si s'mbushesh plot. Është diçka që ke mbjell një pemë dhe për me frutin. Do të kthej pak në fillim dhe një herë se jo më shumë për të ndaluar të dhimbja. Është shumë e dhimbshme me thënë drejtë. Po për të thënë një realitet që është i vështirë në Shqipëri apo jo, që shumë familje nuk e pranojnë fëmijët, dhe që edhe partneri në fillim nuk e pranoi. Kurse ti nuk jo dorëzove se unë do ta vërtetoj nëse është apo jo. Kur e pe që situata nuk ishte. E mora situatën dorë vetëm pastaj. Çfarë ndodhi me ty? Çfarë ndodhi me mua? Luftova që të siguroj të ardhurat e herë.
për djalin që t'investoj. Pra futa direkt në veprim. Nuk Direkt, nuk po, normal. qëndrove aty E di që do celular, që celular ndihmonte se shkakoj atë alfabetin në atë të Kosovës. Edhe tani e përdor shpesh. Bleva një kompjuter, të ato të përdorat, e mësova vetë një herë se si bëhet, që ta ndihmoja këtë në tastier, në të Google-it e këto që i duheshin këtij të YouTube-it. Nuk e le vetën fare që ta përjetosh dhimbjen se asaj që po ndoshta. Jo, se po përjetot me dhimbjen pastaj mësohesh. E para gjë ishte të siguria të rrohet për gjithë fëmijët, bukën e gojës. Se ishte situata më e vështirë se besoj. Nuk e di, nuk di të gjeni shembull sa keq isha. Dhe fëmijët gjithmonë thoshin, "Ç'a ke mama, asgjë, doja dalim." Nganjëherë kur më jep dikush lekë, më çoja në plazh që ta harrojshim lekën e teatrit. Dhe kur fillova të vë punë të rrezitë, vë gjendën ekonomike, që nuk e kam pas të shkëlqyer, po kam hangër bukë djath, pa i thënë kuj faleminderit, sepse bën shumë buxhete. Ç'a u bën për fëmijët me autizëm? Për fëmijët me aftësi të veçanta. Bën shumë emisione. Pse s'organizojnë diçka për këta fëmijë? Ten talente. Ka lënduar më shumë mos të zhdukja e fisit tënd? Apo Zhdukja e fisit tim, pjesa e shtetit unë që jam i përkas një familje tradicional të themi, sepse thashtë një sa gjëra du të thonë, sa gjëra du të thonë, kanë qenë çik të zemëruar me mua nga pjesa, nga zgjidhja që më bë e imponuar. Dhe ata nuk e pranuan, e morën vesh vonë Çfarë do të thotë zgjidhje imponuar? Zgjidhje imponuar, lëm se nuk kam qef ta vazhdoj sa është pjesë e dhimbshme, dhe ata më mbajtën inat. Dhe inatin e mbajtën deri në fund. Edhe pse u përballa me këtë vështirësi. E mbajtën deri në fund. Dhe unë Çfarë ka mësuar kjo, sepse ka shumë fise që shumë njerëz në Shqipëri që bajnë inat. Ç'është që ndoshta duhet të dëgjojnë edhe nëpërmjet teje. Çfarë ka mësuar kjo? Kjo më ka mësuar që unë t'jam e fortë. Jo pjesa e inatit, Sepse nuk e kam, nuk gjykoj asnjëri. A ka vlerë për ty inati, ke Unë kuptuar? them kaq. Kur nëna ime më ka bër vetëm. E nënës time kam qenë 9 muaj. Mas 9 muajsh ai ka qenë shërbësja ime për të më rritë. Nuk jam pronë e saj dhe ajo nuk ka për detyrë të më ndjeki mua mbrapa. Bëra zgjidhjen time, unë të imponome pa ta imponome, nuk të vinë aty se kështu është sistemi, janë njerëzit e asaj kohe, jo vetëm tropojant, po shumica e njerëzve në Shqipëri që i përkasin brezit të kohës së verit janë kështu. Nuk falin, nuk tolerojnë. Ti je tolerante nga ana jote. Jam tolerante, se jam tolerante, sepse kam thënë fëmijët mi, gocave të mia, ju nuk keni pronë imja. Ju jeni fëmijët e mi. Unë si nam desa des do t'u bërtas, do t'u shaj, do t'u mësoj, është detyra ime. Detyrë ekonomike për ju s'kam. Keni bë moshën, punoni, jetoni. Unë mund të ndihmoj t'u gjej bërë. Zani se keni shku në kredi, unë s'po ja bëj si kredin, po hap. Do të thënë e gjej mënyrën që mos t'i le të marrin kredi, e gjej mënyrën që ata ta kuptojnë se jeta është luftë, dhe do t'ja dalësh vetëm. Po Regji çfarë të ka mësuar? Regji, Regji jam kjo që jam. Jam e fortë. Që mund t'ja dal, që kam vlerë, se kam pas jam vlerësuar shumë të njerëzit, se gjithmonë thosha jam e pa vlerë nga që kisha fëmijë shumë fukrallëk, se kur ke fëmijë dhe me një burr klasë punëtore, ta themi, pa punë, rrugat e ulta siç kanë qenë, kam arrit ta kuptoj se doja të ishin shumë gracion. Kishin forcën time, të luftojshin si unë, qoftë edhe me një fëmijë, mos dorëzohen. Nganjëherë qajti shoqja imja tha, s'ma morën, tha djalin në Amerikë, tha, e morën të konatit. Ti qam për këtë punë, thash. A do të tregon çfarë do të thotë të qash kur ke një fëmijë të smur me autizëm, kur çat bijash bie mbrana, kur s'ke lek të ushqesh fëmijët, atë du qash, thash. Ti ke jeton e vil, thash. Edhe ti s'qave prap. Nuk qaj se s'kam, ja qava qa fitova. Ja ti qaj të halë ty qa fitova. Për momentin do thush sa gjëna, pastaj do vazhdosh jetën tënde, sa njerëz dalin përpara, sa lipsa ka rrugës, nuk i furnizon dot. Po nga ana dashurive, si është të duash, se thoj që ka shumë dashuri, është ndryshe dashuria për niprit dhe mbesat e tij dhe gjyshe, është ndryshe dashuria për fëmin e madh, është ndryshe për të voglin, por ti ke dhe një dashuri tjetër që është Regji. Unë kam mes e kam nip. Tani si nga ana dashurive, Vallai me ta thonë të drejtën, pa të gënjur me pastërti, me sinqeritet, para këtij asnjë. E marr djalin e vajzën në dorë, po të sa i mirë është mami, normal sa është mom, dhe fëmia vet i duket i mirë, thon, është shumë i mirë, po jo më i mirë se Regji. E kupton e shpreh këtë. Se është dimsuria apo jo? Jo, nuk e di, ne dy thash një herë nga që s'jam dar kur nga ky. Okej. Jemi edhe tash që flejmë kravat gjithë ne zgjatim duart njëri tjetrit. Flejmë dur duke më dorën dorë për dorë. Jam e lidhur me të, sepse im shoq fjala e tij fundit ishte Regji. I vogli po. Ne më të gjyshit janë gjithë. Çfarë thotë ishte fjala fundit e? Atë kur filloi, domethënë që rasti pa ndjenja, 3 fjalë më ka thënë, se kishim çu djalin në Francë, tu jetë nisi të merri letrat dhe amanet djalit, se për tjerë të di se ja dalin. Okej. Ishte Po jep të shpirt që momenti i fundit dhe dorën qof larg kështu mante, nuk malshonte, se e ndjente se do thoshte çfarë do bëjmë me Regjin, se nganjëherë ndjen vdekën njeriu. Po Regji ka ndier mungesë e bazës? Shumë.
Si e Shkojmë të shpreh? varrezat, çon lulet, e puth foton, flet na gjuhën e vet, se çka thot nuk e kuptoj, sinqerisht. Po flet rrin me të. Unë e shoh Regji që në momentin që vërtet ka reagime për gjëra që ti thua, I kupton. tani i ka reagime i kupton. Pra të pohoj, duart rokitja aty ku Me një duhet fjalë, thoshte ky s'ka komunikim verbal. Po, po. Gjatë këta i kuptojnë, jo vetëm regjim. Po. Jo 80% e fëmijëve i kuptojnë, po nuk din t'i shprehin. Nuk din të shprehin emocionin të. Ky e shpreh emocionin kur këndon e duart rokitet, ky kënaqet. Ky don spektakël, don njerëz, ta duart rokasi thon bravo Regji. I kupton gjërat. Për shembull kur zi me gocën non, nuk i afrohet. I ka ndej thot. I ka ndej. Gjithmonë mbron ty. Oh, ky po pa mu të qet, ky i truni. Ka pa ty qet të shkolla një herë mose. U mërzita për djalin. Është tri për tokë. Më thanë, mu hajde se Regji po qan për ty. Nuk duron ky ton. Të dy nuk bëjnë askund të na cënoj. Bëjmë njëri tjetrin. Ati që ti një histori frymëzimi, edhe këto histori i themi gjithmonë njerëzve histori frymëzimi, po jotja është sepse edhe ishte një histori që i duaj kësaj nate. Filloi me një histori të rëndë, filluam me historinë e parë që ishte vërtet e rëndë dhe me një kalvar vuajtje shira mbas tjetës me një vajzë të smur, telefonata parë edhe një grua që vetëm e përgjigje që edhe ne u munduam që ti thonim që mund të shohit disa gjëra të bukura sa mundej, por vetëm e përgjigje që kishte thoshte ndu vetëm goca të ecë edhe nuk shoh asgjë tjetër. Ato fjali që unë doja bashkë me Jonët që ato bekime që thash numërojnë ndonjëherë se ka dhe bekime, ai nuk i shiten në atë moment sepse i po jeton në një moment vështirë. Dhe sa mirë që dole ti aty që të fund, sepse ai kur ta shoh atë emision, jo vetëm ajo, po edhe shumë gra të tjera, edhe burra, sepse burrat ka dhe burra që të jashtëzakonshëm. Kur ta shohin programin, të shohin një dritë të një fund të tunelit, është një tunel i vështirë ky i Shqipërisë, është një tunel që Jo, ndërtojmë tunelin varësisht si ndërton. Bravo. Se tuneli varet sa i gjatë është, sa zgjat ja tunel. bravo. Sepse po ta shpjegojnë nga u po flas për përvojën time ato që kam jetuar vet. Unë asnjëherë nuk jam ndërzuar dhe kur kam shkuar në komision më thonë mo ti ke ardhur mua ku për djalin që ke smur apo ato që bën djali. Se unë them ky bën këtë flas, harroj që flas me një dashuri të madhe, një diçka se kur çdo gjë e tjetër është një arritje për mua. Mëmsia nuk nifet të fëmijët e tjerë, mëmsia nifet të kë. Forca nuk nifet të fëmijët e tjerë, nifet të kë. Dhe më thonë mu sa mirë ma djalin, është detyrë çdo nane. Mund vjen nati për ca nana që kanë dhimbshëri, po nuk din të bëjnë për atë fëmijë. Ka fëmijë që i kam fshat, unë që i njeh që janë fshat, që janë shumë të aftë, nuk e çojnë shkollë se ma tallin. Edhe mua s'm kanë dhënë çon shkollë, s'kam pyet njëri. Kam thonë çë dhe s'pyes njëri, është fëmia im. Fund ditës është fëmia im. Po tek njerëzit si e the, si artikulove tek njerëzit, te bota. Te bota kudo, se një herë ishte një punë mustaqe, më shoq djes pas kishte mustaqe për qafoj kë dhe ai e priti shplak. Thash mos thash. Si tha, çfarë? Ira, e qelloj. Ba. I thash mos thash, se i gjavën tjatin. Po çka mund thash pa i ka vdek. Ja bëri shumë falem, Ira ngjoje pusi djalin. Ai e bëri domin. Dhe pash që u pendu, i pa një që është pendu. Kurse tjerët, Jo, po vetë ke pasur të Jo, nuk e kam artikulosh që problem, jo. ka djali autizëm? jo, nuk e kam problem. Më tham gjithë, e kam autizëm, kërkoj falje, se ky është fëmijë me pamje normale. Edhe të merr një qaf kështu nga pamja. Edhe të ulet. Është yll. Po, dhe u them gjithëve. Edhe kur pes bilet, edhe kur shkoj në radhë, ku do shkoj, më vjen keq, djalin e kam autizëm, kërkoj leje, mund të hyjun se ky lodhet vërtet, nuk e don ambientin. Po si se më duhet edhe mu për jetën time, sepse ky fëmijë është me pamje normale dhe tjetri nuk më beson. E fillova duke të quajtur burnesh në fillim, por po e mbyll me nën. Ti je një nën e përkushtuar edhe një nën me një energji të jashtëzakonshme dhe në atë librin apo filmin apo gjumin tënd apo gjërat vogla që ti mundohesh të kënaqësh veten, besoj ke gjetur është shpëtimi dhe në dashurinë, padyshim në dashurinë që jep edhe që merr. Nga një herë gjej shpëtimin edhe tek kalamajt e mi. Se desha ta thoja që merr, sa po e mbaroj fjalin, dashuri që gjen dhe merr dhe nga tregojnë ato gjërat, për shembull thot goca, më foli çon, si t'ja bëj, ç'a ti them. Po. Ja, shite sa i mirë është. Si thuti. Djali më thot, do i flas një gocë, po do shohësh ti se ndoshta është krijoj familje. Në mënyrën se si bisedojmë, si shok, nga një gjë ngushëllim. I gjen ato gjë që të kanë mungu, që i kanë mungu brezit ton.
adoleshencën, të jesh i lumtur, ca gjëra i gjej tek Jeton edhe moshën e tyre në një lloj mënyre. Jeton me ta. Kam jetu 7 adoleshenca, ky është i 7 që po jeton. 7 dhe me sukses është 7, bravo të qoftë. Po, me thonë të drejtën, që nuk e ikur nga mend më shumë ikën nga adoleshenca se sa nga. Knaq se me edhe thon fëmijët të gjithmonë, shoqëria e fëmijët thon ku është mami. Mo shef kanë flasin me mua se me fëmijët. Shiko, ke krijuar formën tënde të terapisë. Nuk e besuar shumë te terapistë të terapisë. Nuk besoj, pa ma marr për keq tash, po është. Jo, unë besoj që në çdo profesion ka dhe njerëz me integritet që e duan profesionin siç është Jona dhe të tjerë. Falenderoj shumë, Regji, shumë faleminderit që erdhe, u kënaqe. Faleminderit shumë. Do vish prapë tek vila. Noize. Noise. Do na follow us on YouTube. YouTube. Yeah, follow us on YouTube. Andale. Andale, tu video. Andale në YouTube. Okej. Ke program aty do kënaqesh. E po shifti që parë. Dhe mund të shohësh, mund të vish kur të duash, dakor? Nëse do të vish të provosh mikrofona, të rish tu mund të vish kur të duash. Ka qef. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që na dhe mundësinë të shprehim ato që kishim për brenda. Faleminderit, na solle ishte një mbyllje perfekte me energjinë tënde. Shumë faleminderit nga ana juaj. Më maskele për problem. Faleminderit. Do flem pas. Faleminderit shumë. Faleminderit e ty, Regji. Je një yll. Je një yll. Ándale.